46 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vullosur rezultatin përfundimtar. Kundër certifikimit të rezultateve të enjtën votuan 2 anëtarët e lëvizjes vetëvendosje, derisa vendimi u përkrah nga 9 anëtarët e tjerë. Paraprakisht anëtarët e KQZ-s nuk u pajtuan në lidhje me zëvendësimin apo jo të kandidatëve, të cilët janë deklaruar se nuk duan të marrin mandatin e deputetit. Me gjithë diskutimet, kryetari Kreshnik Radoniqi njoftoi se 3 kryetarit e komunave kanë vendosur të mos ushtrojnë rolin e ligjvënësit, edhe pse kanë siguruar ulse në kuvend. Para takimit i kanë bërë verifikimet sekretariati dhe ka rezultuar që Gazmend Muhaxheri zëvendësohet me zotin Arben Gashi, Imri Ahmeti me zotin Paris Guri dhe Bedri Hamza me zotin Rashid Qalaj. Votën kundër certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit, antari i vetëvendosjes Sami Kurteshi e arsyetoi me rrugën që partia e tij është duke ndjekur. Vetëvendosja është ankuar në kushtetuese ndaj vendimit të Gjykatës Supreme që hodhi poshtë ankesën e saj në lidhje me votimin nga jashtë. Unë po informoj edhe KQZ-n dhe opinionin, domethënë se derisa të përfundojnë gjitha rrugët, mundësitë ligjore, edhe deri në gjykatën kushtetuese, unë nuk mund ta votoj certifikimin e këtyre rezultateve. E para se ta ngrinin dorën për votim, anëtarët e KQZ-s reflektuan mbi telashet që e kanë përcjell procesin. Ilir Gashi i PDK-s tha se procesi nuk ishte i lehtë e se me probleme të njëjta do të ballafaqohen prap nëse nuk i adresojnë ato. Po mendoj që ne duhet urgjentisht të adresojmë të gjitha çështjet, duke përfshi edhe çështjet tona të brendshme, defektet tona të brendshme, por adresimin edhe çështjet të cilat dalin nga ndryshimet e mundshme ligjore, sepse kjo duhet të shërbente edhe zgjedhjeve të cilat na presin, zgjedhjeve lokale. Me institucionet që kanë hedhur poshtë ankesat e vetëvendosjes është marrë antari i saj në KQZ Alban Krasniqi. Tha se vendimet e panelit zgjedhor për ankesat dhe parashtresa e të Gjykatës Supreme janë thirrje për shkelësit e ligjit që të vazhdojnë me manipulimin e procesit. Vërtet nina kështu shumë i indinjum, edhe për një fakt se sot, kur ne po flasim tash këtu dhe kur mund të merret vendimi, janë ca njerëz në ekranet televizive, edhe lider partish nështë, cilët zgërdhihen me lehtësinë që ata mendojnë që ja kanë hedhur pra, që ta mbulojnë një krim i cili është i pambulueshëm. Sipas rezultateve të certifikuara, lëvizja vetëvendosje ka marrë 42.30% të votave, rezultat që ja siguron 48 ulse në kuvend. Ajo pasohet nga Partia Demokratike me 20.95% apo 24 ulse, pastaj nga Lidhja Demokratike me 18.27% apo 20 ulse. Në vendin e 4 është renditur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.06% apo 8 ulse në kuvend. E 20 ulset e tjera janë për komunitetet jo shumicë.